Në mëngjes kur I qel syt, kush është motivi yt për me nis ditën? Ti me gruaja me ti edhe fëmit, sha kjo pyetje që përgjigja ose. E mirë, tash masi veç kokëm unë, motivi. Kënë Ti edhe kishe fëmijët. zgjedh mes meje edhe muzikës. Ja, se cila ka vendin e vetë, unë nuk mendoj që A di pse? është edhe pyetje e drejtë. Mirë, a di pse të pyeta? Se vegimi nuk e paramenon veten pa muzikë. Nuk e menon, do më thonë nuk mundet me mendu që nuk mundet me këndu. Edhe kur e shet dikon, kur e shet dikon për shembull që e lën zoni herët, që nuk mundet me këndu, a din sa mdoket që e hun edhe ky, e nin edhe ky, edhe thot o nuk e din ti çfarë ndjenje është mos me mujt me kënu. A do vegim çfarë pyetje ke ti për Mirelën? Të shohim? Apo I bën edhe ti kështu pyetje spicy, të djegsta, me spec? Për shembull, mas që kanë më thonë ju mërzuan e sa në kumë thuj komën a dorën, këna që shlirohet së sami. që kjo e pyetja, pse? Pse se ka ardhur një kohë shumë e keqe, mendoj unë, edhe ka njerëz që dojnë me prish familje, edhe unë jam çajo që gjithmonë jam mundu me mbajt familjen teme çështo. Do me thonë, burri, fëmijët, edhe familja gjerë e vegimit edhe jamja normal gjithmonë janë aty, po mrena neve mës me mujt me depërtu kërkush tjetër, edhe që ato shumë nuk ekspozona, se njerëzit me nxit që s'presin ti mu ekspozu edhe me të thonë diçka qërësh. Në gjakull thonë shka nuk shihet nuk nxihet, unë I këmë thonë shka nuk e shoh, nuk e marrë për bazë, ama shka e shoh e marrë për bazë. Kështu që s'ka femë, nëse një femën e don dikan, një grup, femën, pa marrë parasysh, nëse e don dikon e xhelozon, nëse nuk e don nuk e xhelozon, mendoj unë.